Diskutuar edhe në emisionet të ndryshme, me qëndrimet të ndryshme të personave, që nuk duhet ta imponojmë ndjeshmërinë tonë ndaj agjerimit tek familjarët e cilët nuk agjerojnë. Në anën psikologjike, a trajtohet imponim kur ti e shpjegon një ndjesi të mirë që përfiton, apo trajtohet si motiv për të shtyrë të tjerët? Sepse këto kemi një urë. Imponimi, nëse e përkthejmë, nëse e përshkruajmë, nuk kupton kur ti... Ti thua agjero. Po, ti vendos që tjetri të bëj diçka apo mos të bëj diçka. Kur ti tregon një ndjesi tënde, përshkruan një ndjesi tënde para kujt do qoftë, ajo është thjesht një përshkrim i ndjesive të tua. Dhe tjetri vendos a don me marr apo nuk don me marr. Tash pak mundet me qenë formë të mënyra që është e përshkruan, një tendencë e imponimit, po prapë se prapë, se cili person i rritur e ka